atë ditë kur Allahu Jalla wa Ala tha: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي dhe unë plotësova mirësinë time ndaj jush, ورضيت لكم الإسلام دينا, dhe jam I kënaqur që Islami të jetë feja juaj. Po ju robër të Allahut, vëllahu juaj nga ky minberi për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju thot: mos ja kini gajlën Islamit, sa jo është drita e Rahmanit, atë do ta mbron Allahu te bareke wa taala. Zoti juaj Jalla wa Ala thot në Kur'an: yuriduna li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Ata pa besimtarët dëshirojnë që ta shuajnë dritën e Allahut. O ju robër të Allahut, o ju robër të Allahut, më tregoni në qoftë se tubohen njerëzit edhe xhinnët që ta shuajnë dritën e diellit, a kanë mundësi që ta shuajnë atë? E në fund ajo mbetet që të jetë drita e diellit, e si ka mundësi që njerëzit edhe xhinnët ta shuajnë dritën e Allahut te bareke ve taala që është Islami. Andaj Allahu Jalla wa Ala vazhdon edhe thot: yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurah ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله, dhe Allahu nuk do t'jep leje që ata ta mposhtin dhe ta gjunjëzojnë Islamin, illa an yutimma nurah, vetëm se ai Allahu do ta plotson Islami. Ja në lindje dhe në perëndim, për çdo ditë dhe për çdo natë dëgjojmë edhe shikojmë njerëz me pozita të ndryshme që e shqiptojnë shahadetin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah.